Rikthehemi drejt për drejt në Klan News. Së pari Nikol Radaçi, shoferi që shkaktoi aksidentin tragjik në Durrës, e ku humbën jetën 2 fëmijë, është arrestuar dhe ndaj tij janë ngritur deri tani 3 akuza penale. Nga kryerja e testit alkoolit rezultoi se i drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Me errët 57 vjeçarit i është hequr 2 leje drejtimit për shkak të shkeljeve të përsëritura të rregullave të qarkullimit rrugor. Në Durrës ka dhimbje pas aksidentit tragjik që u mori jetën 2 të miturve, ndërsa një tjetër ndodhet në spital. Familjet e fëmijëve 9 dhe 12 vjeç kanë hapur dyert e mortit dhe presin ngushëllimet. Janë të shumtë ata të cilët shkojnë për vizitë tek të dyja familjet. Banorët e lagjes janë të tronditur për atë që ka ndodhur dhe cilësojnë një tragjedi të madhe. Shumë keq ngjarja. Fëmijët duke rritur në letrinisë. Të bëhet jo punë, po kur do s'ke t'i bërë, do sakrificën, do palët. Qa do se të është të që? Fatkeqësi e madhe është. Është një tragedi. 2 fëmijët humbën jetën pas goditjes nga automjeti, ndërsa shoku i tyre ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë dhe sipas mjekëve ka kaluar rrezikun. Policia e Durrësit arrestoi 57 vjeçarin Nikol Radaçi, i cili drejtonte makinën që përplasi 3 fëmijët. Rezulton se ai ka qenë i dehur dhe lëvizte me shpejtësi tej normave të lejuara. Sipas njoftimit të uniformave blu, nga testi i alkoolit që i është bërë 57 vjeçarit, fillimisht rezultoi në masën 0.73 mg për litër, ndërsa në testin e dytë 0.70 mg për litër. Ai është gjobitur edhe më parë nga policia me masa administrative për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa është penalizuar edhe me heqje të patentës në 2 raste për tejkalim të shpejtësisë. Radaçi akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimin e mjetit në mënyrë të parregullt, si dhe largim nga vendi i aksidentit. 57 vjeçari deklaroi në polici se iku nga vendngjarja nga frika e reagimit të qytetarëve. Pas aksidentit të rëndë dhe analizës nga policia e shtetit, u njoftua edhe pezullimi i 3 zyrtarëve të policisë së qytetit bregdetar. Bëhet fjalë për drejtorin e kësaj policie, Afrim Tafan, zëvendës drejtorin për rendin dhe sigurin në këtë komisariat, Zia Sulajn, si dhe shefin e sektorit të policisë rrugore në Durrës, Kreshnik Skëndo. Përkohësisht policia e Durrësit do të drejtohet nga Ervin Hodaj, ndërsa pezullimet, sipas njoftimit, janë bërë për performancë të dobët në përmbushjen e detyrës. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Yerevan, kryeqytetin e Armenisë, për të marrë pjesë në punimet e samitit të 8 Komunitetit Politik Evropian. Në një deklaratë të shkurtër përpara fillimit punimeve të samitit, kreu i qeverisë shqiptare konsideroi takimin një mundësi për të treguar se sa i rëndësishëm është bashkimi i Europës. Një bashkim evropian që nuk është i plot, është më i dobët. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama për mediat në Yerevan të Armenisë, ku ndodhet për të marrë pjesë në punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian mes liderëve të 48 vendeve. Nuk ka të bëje me ofrimin e diçkaje për 2 apo më shumë vende, por ka të bëje me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëjë me vetë Europën, me vetë Bashkimin Evropian. Një bashkim evropian që nuk është i plot është më i dobët dhe është më i cënueshëm se sa një bashkim evropian i cili është i plot. Samitin e 8 të Komunitetit Politik Evropian, kreu i qeverisë e cilëson si një mundësi ku shtetet e Europës mund të ndajnë shqetësimet si dhe ambicjet për të bashkëpunuar në kuadrin e Bashkimit Evropian. Është një tjetër samit, samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkëta. Ndërkohë, është një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin e Europës. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. Gjatë punimeve të këtij samiti. Të shkojmë tani drejt për drejt në gjykatën e lartë, ku ka një vendimarrje në lidhje me unifikimin e praktikës për sa i përket dënimeve dhe paraburgimit. Vendin në emër të Republikës, Kolegja
Kolegji i Bashkuar i Gjykatës së Lartë, të përbërë nga gjyqtarët Sokol Sadushi, Ilir Panda, Vakot Çegrezi, Ervin Pupe, Sokol Binaj, Adana Boksi, Salda Simoni, Artur Kalaja, Arben Ahmeti, Etian Media, Sokol Gresi, Margarita Buhali, Endon Dimitri, Fikreta Velaliaj, Vojsava Kola dhe Kendi Shala, në datën 9/4/2026, morën në shurtim në sanë gjyqësore çështjen penale që i përket palëve, kërkues prokuroria për Gjykatës Fshallës Parë për Kishëndesh, personin e tij, Beksaj Zeneli, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve, parashikuar nga ligji 233 i Kodit Penal. Objekti vlerësimi i ligjshëm i arrestit në flagrant dhe caktimi i masës së sigurimit të arrestit të burg. Kolegjit e Bashkuar të Gjykatës së Lartë, pasi dëgjuar relatimin e çështjes nga gjyqtarët Ilir Panda dhe Kendi Shala, prokurorin Akilia Koqa, i cili mbajti qëndrimin në favor të nismës për ndryshimin e pjesëve të vendimit njësuar nr. 7/2011 dhe në lidhje me çështje konkrete kërkoi prishjen e vendimit datë 17/11/2025 gjykatës së apelit në episodin e përgjithshëm, si dhe dërgimin e çështjes për gjykim në atë gjykatë tjetër përfitues, avokati Luan Azeziri, i cili mbajti qëndrimin në favor të nismës për ndryshimin e praktikës të vendimit nr. 7/2011 dhe në lidhje me çështje konkrete kërkoi lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së apelit në episodin e përgjithshëm dhe pasi biseduan çështjen e tërësi vëre. Me datën 16/10/2025, shtetësi Beksaj Zeneli është arrestuar në flagrancë i dyshuar për kryerjen e veprës penale, prodhimin dhe shitjen e narkotikëve, i parashikuar nga ligji 283 i Kodit Penal. Prokuroria i është drejtuar gjykatës me kërkesë për vlerësimin e ligjshëm të arrestit në flagrancë dhe saktimin ndaj tij të masës së sigurimit personal në arrest të burg. Gjykata e Fshallës Parë të Justicisë për Kishëndesh, me vendimin nr. 2682, datë 19/10/2025, vendosi vlerësimin e ligjshëm të arrestit flagrant të personit nën hetim dhe caktimin e masës së sigurimit personal arrestit të burg, si e vetmja masë e përshtatshme në rastin konkret, duke ju referuar kriteret e nenit 228 dhe 229 të Kodit të Procedurës Penale dhe standardet e vendimit unifikues nr. 7/2011 të Kolegjit të Bashkuar të Gjykatës së Lartë. Kundër këtij vendimi, paraqiti ankim mbrojtësi i personit në hetim, me anë të cilit kërkoi ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Fshallës Parë sa i përket masës së saktuar dhe saktimin e masës së sigurimit personal arrest të shtëpi. Gjykata e Apelit të Justicisë përgjithshëm, me vendimin nr. 2998, datë 17/11/2025, ndryshoi vendimin e Gjykatës së Fshallës Parë vetëm sa i përket masës së sigurimit personal, duke caktuar ndaj personit në hetim masën arrest të shtëpi. Pasi vlerësoi se në raport me kriteret e nenit 229 të Kodit të Procedurës Penale, natyrën e veprës dhe rrethanë familjare të personit, kjo ishte masa më e përshtatshme për rastin konkret. Kundër këtij vendimi, paraqiti rekurs prokurorit si kërkoi ndryshimin e tij dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Fshallës Parë, me pretendimin se raport me kriteret e nenit 228, 229, 230 dhe 238 të Kodit të Procedurës Penale dhe standardin e vendimit unifikues nr. 7/2011, rrethanë të çështjes justifikonin caktimin e masës arrestit të burg. Kryetari i Gjykatës së Lartë, me vendimin e ndërmjetët të datës 9/3/2026, në kuadër të rolit institucional të Gjykatës së Lartë, për garantimin e një praktike gjyqësore të standardizuar, të konsoliduar dhe të qëndrueshme, si dhe në mbështetjen e nenit 141 të kushtetues, nenit 32 të ligjit nr. 98/2016 dhe nenit 438 të Kodit të Procedurës Penale, nisi procedurë për ndryshimin e pjesëve të praktikës gjyqësore të gjyqësuar me vendimin nr. 7 datë 14/10/2011 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Kjo nisëm e ushtruar përmes mekanizmit procedural të ndryshimit të praktikës gjyqësore, synonte vënien e lëvizjes të Kolegjeve të Bashkuara për të vlerësuar nëse standardi më parëshëm kërkonte qartësim, saktësim, rishikim, interpretues ose zhvillim të mëtejshëm në funksion të një praktike më të njëtrajtshme dhe më të harmonizuar me kuadrin aktual ligjor dhe komunitar. Në vendimin e ndërmjetëve është evidentuar se çështja konkrete nuk paraqet interese vetëm për zgjidhjen e rastit individual, por ngrë edhe nevojën për të vlerësuar nëse praktika e konsoliduar nga vendimi unifikues nr. 7 datë 14/10/2011 duhet të vijojë të mbajtur në të njëjtin kuptim apo kërkon rishqyrtim të pjesëm, si dhe nëse krahas këtij rishqyrtimi paraqet nevoja për njësim apo zhvillim të mëtejshëm të praktikës gjyqësore në zbatim të neneve 228, 230 të Kodit të Procedurës Penale. Në vendimin e ndërmjetëve të kryetarit të Gjykatës së Lartë është theksuar se vendimi unifikues nr. 7/2011 ka pasur rol të rëndësishëm orientues të praktikës gjyqësore dhe se këto qëndrime përbën një vlerë orientuese që ruajnë rëndësinë e tyre edhe sot. Por zbatimi i tij ka ngritur nevojën për të rivlerësuar disa formulime në raport me ndryshimet e mëvonshme ligjore dhe standardet e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Veçanërisht lidhur me shqyrtimin real të masave alternative,
vlerësimin konkret e të individualizuar të rrezikshmërisë së veprës dhe të personit, si dhe barën e justifikimit të nevojës për caktimin ose vijimin e masës së sigurimit arrest në burg. Në funksion të këtij objekti dhe me qëllim që shqyrtimi përpara Kolegjeve të Bashkuara të jetë i qartë dhe metodologjikisht i rregull, janë shtruar për zgjidhje këto çështje. Një, në interpretim të nenit 228 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale, është në përputhje me këto dispozita dhe me nenin 53 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, qëndrimi sipas të cilit kur kërkohet ose vendoset masa e arrestit në burg, gjykata nuk ka detyrimin të analizojë realisht masat alternative dhe mjafton të arsyetojë se masa e zgjedhur prej saj është e përshtatshme për rastin konkret. 2. Në interpretim të nenit 228 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale, a mund të nxirret rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe pandeurit si kriter për caktimin e masës së sigurimit arrest të burg, vetëm ose kryesisht nga natyra e veprës penale, nga rëndësia e saj e përgjithshme, ose nga margji i dënimit, pa një vlerësim konkret dhe të individualizuar të rrethanave të rastit dhe të personit. 3. Kujt i takon para e justifikimit të nevojës për caktimin dhe vijimin e masës së arrestit të burg dhe është në përputhje me nenin 53 të Konventës Evropiane të Drejtat e Njeriut dhe me nenin 228 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale, qëndrimi sipas cilit papërshtatshmëria e kësaj mase mund të pranohet vetëm nëse i pandeurit paraqet prova pozitive. Pas shqyrtimit të çështjes, të çështjeve të shtruara në qëndrimet të palë, Kolegjit e Bashkuara vlerësojnë se nisma e kryetarit të gjykatës lartë ka vënë në lëvizje mekanizmin procedural të parashikuar nga ligji për rivlerësimin e praktikës së mëparshme njësuese me qëllim qartësimin e zbatimit të neneve 228 e 230 dhe 245.1 shkronja Ç të Kodit të Procedurës Penale. Në përfundim të këtij shqyrtimi, kolegjet çmojnë se natyra e ndërhyrjes nuk përcaktohet nga emërtimi formal i procesit, por nga përmbajtja reale e sentencave dhe nga efekti që ato provojnë mbi standardin e mëparshëm të jurisprudencial. Kolegjet çmojnë se ndërhyrja e nevojshme në vendimin unifikues numër 7/2011 nuk qëndron në mohimin e vlerës së tij orientuese, por në qartësimin, saktësimin, standardizimin, ndryshimin ose zhvillimin e mëtejshëm të disa formulimeve të pjesës arsyetuese, të cilat në praktikë kanë krijuar hapësirë për kuptime jo të njëtrajtshme. Në këtë mënyrë, ky mekanizëm procedural shërben për të forcuar vijimsinë, koherencën dhe përshtatjen e praktikës gjyqësore me standardet aktuale ligjore dhe kombëtare. Këto formulime lidhen në thelb me tre aspektet të caktimit dhe vijimit të masës së sigurimit arrest të burg: shqyrtimi real të masave alternative, vlerësimin konkret e të individualizuar të rrezikshmërisë së veprës dhe personit, si dhe barën e justifikimit të nevojës për caktimin ose vijimin e kësaj mase. Pikërisht në këto drejtime, zhvillimet ligjore pas vitit të 2011, veçanërisht nenet 228.3 shkronja A, 244.1 dhe 245.1 shkronja Ç të Kodit të Procedurës Penale, si dhe standardet e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, mbi kufizimin e lirisë personale, kërkojnë një arsyetim më konkret, më të individualizuar dhe më të kontrollueshëm nga gjykata. Në këtë kuptim, rishqyrtimi i pjesën i praktikës nuk përbën shkëputje nga standardi i mëparshëm, por zhvillim të tij për aq sa ai standard duhet të lezohet dhe të zbatohet në përputhje me kuadrin aktual ligjor dhe kombëtar. Mekanizmi procedural i nismës për ndryshimin e praktikës ka shërbyer në raste konkret për të mundësuar këtë rivlerësim interpretues dhe për ta orientuar praktikën drejt një kuptimi më të qartë dhe më të qëndrueshëm dhe më të parashikueshëm. Në këtë mënyrë, ky vendim nuk e zëvendëson standardin e mëparshëm në tërësi, por e përpunon në ato pjesë ku zbatimi praktik ka treguar nevojën për saktësi. Ky zhvillim kufizohet vetëm në qëndrimet orientuese të sipërpërmendura dhe nuk prek pjesën tjetër të arsyetimit apo sentencat njësuese të vendimit unifikues numër 7/2011, të cilat mbeten të pandikuara nga ky saktësi. Tri sentencat që formulohen në këtë vendim përbëjnë rezultatin konkret të ndërhyrjes së Kolegjeve të Bashkuara në praktikën e mëparshme njësuese. Ato synojnë të konsolidojnë, qartësojnë, saksojnë dhe zhvillojnë mënyrën e kuptimit dhe të zbatimit të vendimit unifikues numër 7/2011 në ato pjesë të arsyetimit që kanë krijuar paqartësi, keq kuptime ose zbatime jo të njëtrajtshme në praktikë. Në këtë kuadër, Kolegjet e Bashkuara çmojnë se qëndrimet orientuese të këtij vendimi, para se lidhen me caktimin dhe vijimin e masës arrest të burg, duhet të lezohen në përputhje me karakterin përjashtimor të kësaj mase, me detyrimin për arsyetim konkret të individualizuar dhe të kontrollueshëm, me nevojë për shqyrtimin real të masave më pak kufizuese, me vlerësimin konkret të rrezikshmërisë së veprës dhe të personit, si dhe me barën e organit akuzës për të justifikuar nevojën e kufizimit më të rëndë të lirisë personale. Në përgjigje të çështjes së parë, që lidhet me detyrimin e gjykatës për të shqyrtuar masat alternative përpara caktimit ose vijimit të masës arrest të burg, Kolegjet e Bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës.
Qëndrimi i mbajtur në vendimin unifikues nr. 7 të vitit 2011 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, sipas të cilit kërkohet ose vendoset masa e sigurimit arrest të burg. Gjykata nuk ka detyrimin të analizojë realisht masat alternative dhe mjafton të arshëtojë se masa e zgjedhur është e përshtatshme për rast konkret, nuk është në përputhje me nerin 228 e 230 dhe nerin 245 shkronja Ç të Kodit të Procedurës Penale, si dhe me nerin 53 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në zbatim të neneve 228, 229, 230 dhe 245 shkronja Ç të Kodit të Procedurës Penale, gjykata ka detyrimin të shqyrtojë realisht masat e tjera më pak kufizuese të lëvizjes personale dhe të arsyetojë shprehimisht pse ato nuk janë të mjaftueshme në rast konkret. Ky arsyetim duhet të jetë i shprehur, i individualizuar dhe i mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes, duke pasqyruar qartë rrezikun konkret sipas tenit 228.3 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe domosdoshmërinë, përshtatshmërinë dhe proporcionalitetin e kufizimit të lirisë në përputhje me standardet kushtetuese dhe kombëtare. Në përgjigje të çështjes së dytë, që lidhet me mënyrën e vlerësimit të rrezikshmërisë së veprës dhe të autorit në raport me masën arrest të burg, Kolegjit e Bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Caktimi i masës arrest të burg ka natyrë përjashtimore dhe mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme në raport me kushtet dhe kriteret e parashikuara në nerin 228 dhe 229 të Kodit të Procedurës Penale. Në caktimin e masës arrest të burg, prokurori fillimisht dhe gjykatat në vijim kanë detyrimin të japin një arsyetim të individualizuar, të mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes, që lidh nevojën e kësaj mase me rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit në rast konkret. Ky vlerësim duhet të mbështetet në rrethana specifike të faktit, në mënyrën e kryerjes së veprës dhe në të dhënat që lidhen me personin ndaj të cilit caktohet masa e sigurimit, përfshirë personalitetin, sjelljen, rrethanat individuale dhe familjare, si dhe çdo tregues tjetër të rëndësishëm për vlerësimin e rrezikut real, procedural ose shoqëror që ai paraqet në çështje konkrete. Kur verifikohet rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe e autorit, në kuptim të nerit 230.1 të Kodit të Procedurës Penale, masa e sigurimit arrest të burg përligjet si masa më e përshtatshme që garantojnë nevojën e sigurimit. Rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe e autorit nuk nxirret vetëm ose kryesisht nga natyra e krimit ose nga margji i dënimit, por nga vlerësimi i ndërthur i rrezikshmërisë së veçantë të faktit penal, i mënyrës së kryerjes, pasojave të ardhura, i personalitetit të pandehurit, i sjelljes së tij, si dhe rrethanave të tjera të rëndësishme dhe të lidhura në mjet tyre për rastin konkret. Në përgjigje të çështjes së tretë, që lidhet me barrën e justifikimit të nevojës për caktimin ose vijimin e masës arrest të burg, Kolegjit e Bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Në interpretim të neneve 228, 229 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale, në lidhje me nenin 53 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, barra e justifikimit të nevojës për caktimin dhe vijimin e masës sigurimit arrest të burg i takon prokurorisë, ndërsa gjykata ka detyrimin ta verifikojë dhe ta arsyetojë atë në çdo fazë të procedimit. Prokuroria ka detyrimin të paraqesë dhe të argumentojë në mënyrë konkrete faktet dhe rrethanat që mbështesin nevojën e kësaj mase, përfshirë rrezikun konkret dhe papërshtatshmërinë e masave nuk pak kufizuese. Në vendimarrjen e saj, gjykata nuk mund të kushtozohet nga paraqitja ose jo e provave pozitive nga i pandehuri. I pandehuri mban vetëm barrën e paraqitjes së rrethanave faktike, personale, familjare, shëndetësore ose rrethana të tjera kur i ngre ato si argumente në favor të masave nuk pak kufizuese. Lidhe me zgjidhjen e çështjes konkrete, Kolegjit e Bashkuara vlerësojnë se pretendimet e rekursit nuk gjejnë mbështetje në ligj. Argumentet e rekursit të mbështetura kryesisht në natyrën e veprës penale, sasinë e lëndës narkotike, margjin e dënimit dhe rrezikun e përgjithshëm të largimit ose përsëritjes së veprës nuk mjaftojnë për të justifikuar automatikisht caktimin e masës arrest të burg, në mungesë një analize konkrete që të tregojë papërshtatshmërinë e masave më pak kufizuese. Edhe pretendimi se vendimi i gjykatës apelit është i mangur për shkak se nuk ka arsyetuar hollësisht mënyrën e ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së masës arrest të shtëpi, nuk përbën shkak për prisjen e vendimit, pasi përmbajtja, zbatimi dhe kontrolli i kësaj mase parashikohen nga neri 237 i Kodit të Procedurës Penale dhe nga kuadri ligjor për ekzekutimin e vendimeve penale. Për këtë arsye, Kolegjit e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në mbështetje të neneve 438 dhe 441.1 shkronja E të Kodit të Procedurës Penale, vendoset lënien në fuqi të vendimit nr. 30/25 2098, datë 17/2025 i gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Pas arsyetimit të plot, vendimi dërgohet për votim në plotësor zyrtare.
Unë shpall sot në datën 4 maj 2026. Seanca mbyllet.